Përshëndetje miq, jemi sërish në kjo është koha, erdhi momenti jemi sërish së bashku në këtë ditë nga muaji i bekuar Ramazanit, ku do të flasim për agjërimin, do të flasim për Kur'anin, po do të flasim edhe për letërsinë. Unë kam derën dhe kënaqësinë që në këtë takim të radhës të jem me Agim Baçin, një figurë e njohur për të gjithë ju, po do të mundohemi që në këtë takim të sotëm të njohim edhe disa aspekte që ndoshta për ju nuk janë të njohura. Ndëror mirë se vini. Mirë gjitha. Agjërim begat për ju dhe për gjithë dashamirësit tuaj. Inshallah për ju dhe për gjithë ata që kanë agjëruar dhe që kanë ndihmuar agjëruesit në këtë muaj. Ajo kam bërë ndonjëherë pyetjen që agjërimi është për të bërë më i mirë. Po ku do shkosh më mirë se kaq? Kuptimin çfarë mund të rregullojë njeriu shumë i mirë, dukesh shumë korrekt, shumë qytetar i mirë, shumë pozitiv. Për çfarë të duhet agjërimi? Shiko, siç është agjërimi mes teje dhe Zotit, dhe nga gjitha veprat që i shkon njeriu është domethënë një veprimtari që është vetëm mes teje dhe Zotit. Edhe rregullimet janë mes teje dhe Zotit. Edhe duke qenë se perfekt është vetëm Zoti dhe nëse na donte Zoti perfekt dhe ne do na kishte bëjë gjë, ne jemi njerëz gabimtar. Kemi gjithmonë gjëra për të parë se si mund të rregullojmë, si mund të ndryshojmë, çfarë mund të bëjmë më mirë. Dhe përgjithsisht Ramazani është nga ata pikat kuptimore ku të bën të mendosh gjatë për hapet e tu, për atë që mund të bëje më mirë, për atë që e ke lënë për gjysmë, ose sidomos për diçka që sot, domethënë duket sikur po humbet, domethënë raporti i vlerësimit tjetrit. Pra, si mund ta shmangim arrogancën, si mund ta shmangim shpërfilljen, si mund ta shmangim nënvlerësimin e gjërave rreth rrotut, sidomos të tjetrit apo si të rregullojmë një marrëdhënie njerëzore që duket sikur agjërimi thret pikërisht për këto gjëra. Dhe në këtë pikë nuk besoj se ka njëri që të jetë perfekt dhe që nuk ka gjëra për të rregulluar, që kur kthen kokën pas që nuk ka njerëz të cilët mund të ketë munguar në kohë, mund të ketë munguar në prani, mund mos jetë përgjigjur si duhet, mund mos sa ketë kryer atë porosia, atë amanet, mund mos i ketë shkuar për ta, domethënë pra për ta parë atëherë kur duhet, s'ka qenë i pranishëm për t'i thënë qoftë edhe një fjalë, domethënë se ne e dimë rëndësinë e madhe që ka raporti i komunikimit. Pra, në fund fare, domethënë janë ato gjërat njerëzore që nuk ngelen vepër, nuk stacionohen, nuk publikohen, nuk botohen, nuk prezantohen, por janë shumë më të rëndësishme në përditshmërinë tonë, sepse kanë të bëjnë me atë që na bën ne njëri në marrëdhëniet njerëzore. Dhe këto janë ato të cilët gjithë secili nga ne, padyshim dhe unë, domethënë, me gjunahet e mia të përditshme, domethënë mund të kthej kokën pas se çfarë mund të rregulloj në këtë raport, domethënë. Pa janë gjurmë që vetëm ne i dimë, vetëm ne i përjetojmë dhe vetëm ne e dimë gjithësisht në rrafshin e tij personal, se sa të rëndësishme dhe sa të nevojshme janë për të përmirësuar gjithë një më tepër. Shikoj se unë nuk njoh asnjëri deri më sot që ta lë veten vetë në shtëpi, domethënë të tiki pa të, apo ta mohoj, apo ta hesht. Pra, ne nuk mund t'ja hedhim vetes tonë. Ky është problemi. Domethënë prandaj dhe ajo lufta më e madhe është lufta me veten, sepse duhet të rregullosh të lloj ure. Atë të cilën e di vetëm ti, atë të cilën e sheh vetëm ti, atë të cilën e mendon vetëm ti. Dhe prandaj është fantastike, domethënë që ti ta përmirësosh veten duke menduar mirë për dikë. S'ka nevojë t'ia thush atit. E rëndësishme është si mendon ti veten. Të buzëqeshësh, prapë kjo është mënyrë të menduar e jona brenda vetes. Pra, stërvit atë gjë që e bën njeriu njeri, domethënë, duke jetuar si i tillë pa pas nevojë ta shikojnë të tjerë. E kujtoni agjërimin tuaj të parë për sa vitesh agjëroni? Ka qenë viti 1997. Kam qenë 26 vjeç. Mendoj se domethënë kur kam shkuar te agjërimi ka ardhur natyrshëm sepse kisha filluar të lexoja, duam bindesha për këtë, domethënë kisha ka ardhur si rezultat i reflektimi, po themi intelektual në kisha që nga viti 1993 që lexoja domethënë libra, i pari libri që më ka shkundur shumë ka qenë Islami ndërmjetësinë dhe zëperëndimit i Eliezer Begoviçit, dhe një libër brillant që e lexoj akoma, për shumë gjëra. Pastaj jam bërë kurioz, pastaj duhet pranuar që, grupi me cilën funksionoja unë kishte filluar në fliste Islami, agjërimi,
Është bërë pjesë e diskutimeve, shqetësimeve, patjetër, edhe kështu që kur edhe frymëzimit më sa duhet. Ka ardhur natyrshëm, një gjë natyrale, domethënë, por me bindje. Do unë mendoj që përveç konceptit mekanik që mund kemi ne për njerëzit të cilët i ftojmë në fe, unë besoj që ajo që na kërkohet ne është dija. Nuk është rasti që fjala më e përmendur, domethënë e treta fjalë më e përmendur në Kur'an është ilm, dije. Thotë që ne nuk është rasti që Kur'ani fillon me fjalën ikra, lexo. Pra ne jemi të thirrur në raportin me dijen, në raport me atë që duhet patjetër të mësojmë, të lexojmë, diskutojmë raportin jonë me fjalën, raportin jonë me dijen, raportin jonë me tjetrin. Dhe duke qenë se jemi tek fjala, tek leximi, normalisht edhe për shkak të angazhimeve tuaja ju keni lexuar shumë letërsi, filozofi e shtrirë në shekuj, çka nuk kupton një lloj shëtitje në mendimin e civilizimeve të ndryshme. Edhe si kritik leximi, edhe si analizues leximi, kur lexoni Kur'an, ka diferencë, si e lexoni atë? Shiko, natyrisht që ka një diferencë, sepse kur lexon Kur'an është domethënë je i bindur që është fjalë e Zotit edhe shikon atë si nevojë për ta kuptuar, pastaj për ta interpretuar, por letësia është një rrugtim shumë i mirë, një ndërmjet shumë e madhe, sepse është ajo pjesë ku fjala, domethënë merr ngjyrimet nga më të rëndësishmet që ka një nevojë njeriu të di dhe është një lloj lehtësie kur lexon Kur'anin pasi ke lexuar shumë libra. E para domethënë unë kam thënë dhe studentëve, u them shpesh, domethënë kujdo që më pyet për letësinë që letësia, pas librave të shenjtë ajo që i kanë mbijetuar kohëve është letësia. Pse? Sepse letësia nuk ka të bëjë me qytetarin që jeton në X kohë, në X vend. Letësia i përket të gjitha kohërave, përndryshe nuk do jetonte. Asnjë nuk pyet për shembull për vitin kur ka jetu Homeri, as kur ka jetu Shakespeare, as kur ka jetu Balzacu, as kur ka jetu Dostojevski. Domethënë as Mark Twain, por lexojmë libra, domethënë librat e tyre pa pyetur për kohën kur kanë jetuar ato. Pra mesazhe të pa kohë, në informimet të pa kohë. Sepse tenton njeriu, siç tenton edhe domethënë edhe librat e shenjtë në thelbin e vet, tenton njeriu dhe janë të gjithkohshme për çdo kohë, për çdo vend. Dhe ajo që i ka ngjasuar që është raporti me fjalën është për shembull që letësia në gjitha kohën, në gjitha vendet ka pas gjëra të përbashkëta. Domethënë pse ja vlen trosh, pse ja vlen vdesësh, çfarë është njerëzore, çfarë është dashuria, çfarë është urrejtja, çfarë është familja, çfarë është tjetri për ne, domethënë, pra janë pyetje cilat pastaj kur shikon librat e shenjtë e kupton që kur lexon Kur'anin e kupton që këto pyetje që letësia i ka ngritur, domethënë Kur'ani ka aty, i ka si porosi, i ka si amanet, i ka si zgjidhje, i ka domethënë, por letësia i ka shkriftuar në raportin e kësaj dhe ka dhënë si të them si raste konkrete, e ka konkretizuar, domethënë, siç ka raste, siç ka fabula konkrete për historitë e profetëve në Kur'an, edhe letësia vjen dhe sjell njerëzoren përmes këtyre ngjarjeve, domethënë, dhe kur ndeshesh pastaj me librin e shenjtë, kupton që letësia ka mbijetuar pikërisht sepse ka qenë në këtë rrugtim, ka tentuar atë njerëzoren që e ka zbritur Zoti vet, domethënë, përndryshe nuk do ekzistonte nëse nuk do ishte kështu. Duke sikur dhe tek letërsia dhe tek krijimtaria ka diçka hyjnore, sepse të dyja në thelb kanë atë reflektimin e brendshëm. Mendoni që ka diçka hyjnore tek frymëzimi për letërsi dhe për artën përgjithësi? Por ne shiko, domethënë në moment që ti pranon që talenti ta jep Zoti, domethënë ti nuk e fiton rrugës. Ti mund të fitosh teknika, mund të fitosh përvojë, mund të fitosh përmirësime teknike, gjuhësore, gjëra. Po talenti nuk ta jep as i shkollë, nuk ta jep as kush, lind, domethënë, përshtatet pikërisht me këtë gjë, domethënë që atë që të jep Zoti, domethënë ti nuk e merr dot nëpër shkollra, domethënë thjesht e laton atë, e zbukuron atë, e përmirëson atë, domethënë, por në thelb ti mbetesh kjo gjë që talenti është i zbritur. Nuk fitohet. Nuk ka një shkollë sot në botë që të jep talent për asgjë. Domethënë ka një shkollë që të edukon, domethënë ka një shkollë që të mëson për, domethënë me teknika, me gjëra, por talenti s'ta jep. Kështu që kjo është lidhja e parë që kupton një njerëz që shkruan, domethënë është gjëja e parë që mëson që raportin e asaj kupton që ka dhënë dikush tjetër, siç kanë zbritur gjërat në këtë dynjë. Gjithsesi, Kurani nuk është vetëm letërsi, edhe pse ka, po thënë, mrekulli artistike. Një prej
studiusve amerikan, nuk kujtohet emri, i cili ishte bërë musliman, ajo që kishte bërë përshtypje ishte se ai kishte lexuar shumë letërsi. Dhe kur hap Kur'anin thot ajeti i parë i surës Bekare, thot ky është libri në të cilin nuk ka dyshim dhe është i plot. Çdo libër thot nis ose përfundon me një lloj modestie nga autori që shpresoj që të lërë tek ju gjurmë, shpresoj që të kem arritur diçka, ky nis me terma absolute. Thot, kjo më bëri pastaj që të zhytem dhe të përfshihem në Kur'an. Tek ju ka ndonjë verset, ka ndonjë pjesë kuranore, ka ndonjë po themi edhe ngjarje kuranore që po themi do ta veçonit nga e gjitha. Shko, është momenti i Ibrahimit alayhis salam që me momentin me të birin. Më thuaj cili nga ne nuk është tronditur kur e ka lexuar. Cili nga ne nuk është tronditur nga zgjidhja. Dhe a është pothuajse çdo kush që vjen momenti kur duket sikur nuk i ecin punët se nuk ka bërë një kurbanin e dur, nuk ka dhuruar një gjë, ka është treguar egoist, domethënë me këtë. Pra duket sikur jeton në forma të ndryshme ke çdo njeri, dhe është nga ato ngjarje mund veçosh pafund në momente të ndryshme, për shembull, në fin kokë. Pra të varësi dhe situatave frymëzohesh nga ngjarje të ndryshme. Shko, pa dyshim, domethënë që ka në një moment tjetër merr historinë e Jusufit, në një moment tjetër merr historinë e shpellës, në një moment domethënë pra ka shumë gjëra të cilët vijnë dhe duket sikur i përshtaten situatave, por ta veçova këtë raportin sepse çka ka të bëj? Ka të bëj me momentin e fortë të asaj që të një marrëdhënie nga më intime, nga më ngushtat, baba dhe bir, domethënë prind dhe fëmijë, se nuk e përjashtoj nënën në këtë pikë, se domethënë duke ditur rëndësinë, por i është dhënë babait kjo pesha e të qenurit në atë provën e madhe të një sakrifice, dhe në momentin që ti e lexon dhe zgjidhjen dhe atë bisedën midis babë e bir gjatë rrugës ku shejtani tenton ta ngusta, ta tërheq nga kjo dhe bindje. A janë gjërat e sotme, sidomos për shembull këto tërheqjet nëpër gjëra të çuditshme që mund na bëjnë që mos shkojmë te misioni i dur. Dhe unë them që është nga ato ngjarje që mund ta lexosh gjithmonë, edhe çuditërisht, domethënë prandaj dhe jap drejt ajo që cituat ju se sa herë lexon kupton që i përket çdo kohe, çdo vendi, çdo situate. Dhe mund ta gjesh zgjidhjen aty, domethënë, sepse e ka dhënë zgjidhjen. Pra e ka parashikuar zgjidhjen. Për shembull, a është problem nga më të mëdha sot në botë çështja e rrjeteve sociale që nuk kontrollohen nga njerëzit, për shembull, apo e këtij të bumit të madh e emisioneve, Po a jemi ne këshilluar për shembull që ruhet nga, domethënë nga e keqja, udhëzohen të mirë, mos përhap fjalë, mos pra shiko, apo bën njerëzit pikërisht jetën e thashë themeve, jetën domethënë e spektaklit. Po e futemi, lexojmë dhe kuptojmë që është parashikuar kjo gjë. Pra është parashikuar, s'ka pas nevojë me pas media për të parashikuar se ku shkon raporti me fjalën. Ne dim raportin me fjalën, ne dim raportin me tjetrin. Ne dim se çfarë rëndësishme është ta ruash tjetrin, domethënë mos thjesht ti përhapsi i skeqjes, ta uzosh drejt mirës. Janë gjëra mërsisht, domethënë që i përshtaten çdo lloj mënyre dhe çdo lloj kohe që ti mund ta lexosh këtë gjë. Dhe prandaj dhe kushdo që ka lexuar letërsi, e ka rrugën shumë të lehtë për shkakun për ta kuptuar. Jo se profesionet e tjera, domethënë mos të hyjmë këtu dhe mos themi që ne jemi më të avantazhuar. Unë për shembull kam zili matematikanët, të cilët hynë me atë logjikën e thjeshtë, po fizikanët, domethënë të shkencave janë shumë më parë ndoshta se ne të fjalës, por po them që profesionet e veta çdo fushë ka mrekulli, ka mrekullinë e vet, ka dimensione mrekullie. Por raporti me fjalën është një fat shumë i madh, sepse futesh dhe kupton pastaj aty që fjala merr një peshë tjetër, domethënë, dhe aty pastaj fillon dhe mendon pse pikërisht ka filluar me fjalën ikra, pse fillon me fjalën lexo. Po ti ishte më rëndësishëm në ushqimi, do fillon me fjalën ha. Po është lexo. Sepse njeriu, domethënë, duke lexuar kupton veten, kupton tjetrin, kupton botën, kupton çfarë janë të rëndësishme dhe fillon të përgjigjet pyetjeve të rëndësishme që ka për veten. Duke qenë se përmendet historinë e Ibrahimit,
në dy momentet e historisë së Ibrahimit a.s. është se ai detyrohet ta lërë familjen, sakrifikohet ta lërë familjen në një shkretir, aty ku sot është Meka e sotme, pra është Qabja, si urdhër prej Zotit. Edhe pse Haxheria ishte bashortja e tij, cilin ai kishte ka shumë domethënie, mund ta lexosh si duash, ja ti po e lexon në një këndvështrim tjetër. Unë po them do të ndalem te sakrifica. Një femër e cila dikur kishte qenë skllave, sot bëhet një prej zonjave të po themi të frymëzimeve, sepse besimtarët shkojnë haxh dhe ndjekin hapat ku ajo ka ecur, ku ka vrapuar, ku ka qëndruar. Pra çdo burr sot është i detyruar që nëse do të plotësoj haxhin e tij, do të ecë në hapat e Haxherës. Kjo është për shkak të sakrificës. Në hapat e nënës, kush nuk i ka bërë çfarë do të burr me mjekër pa mjekër, me mustaqe pa mustaqe, 80 vjeç, 70 vjeç, 50 vjeç, 10 vjeç. Kush i ka bërë hapat e nënës? Pra është nënë çdo besimtari. Dhe e njëjta situatë përsëritet me kurbanin, e cila gjithashtu është kryet sakrifica, po që edhe në këtë rast Zoti jo vetëm që nuk e lejoi që djali i tij të bëjë kurban, por se e ktheu në një profet dhe një prej referencave të besimit. A duket sikur përmes sakrificave mund të arrim atë që ndoshta nuk arrim përmes kontributeve? Pasi e shihni sakrificën si vlerë. Shiko, sakrificat kanë gjërat e veta, nuk e pse i kërkon, domethënë, përvoja është ajo që na mëson në këtë gjë. Po të shikojmë për shembull që se ka një koncept sikur të qenujt musliman sikur nuk të bën njëri që kërkon shumë, domethënë në fakt me ajo që kam lexuar unë është krejt e kundërta. Përderisa një nga 5 shtyllat e Islamit është zakati dhe zakati jep ai që ka dhe ka ai që punon, automatikisht Zoti ka thënë që ti s'mund të jesh nebel. Dhe zakati jepet që atë nevojtarin ta kthesh në nivel eficiencë dhe ai t'i jap zakatin, se jo thjesht po themi ta ndihmosh për të ngrënë bukë. Është shtyll. Dhe përderisa kush jep ai që ka, kush ka ai që punon. Pra, me rregull treshi ai të ka bërë ty domethënë të ka urdhëruar që të jesh rrugët, të bëhesh i aftë, domethënë të vijosh dhe të luftosh jo vetëm për vete. Pra, mjafton të shikosh që ty Zoti ka dhënë të ka bërë taft, ka dhënë sakt, të ka dhënë mundur që ti të luftosh, dhe të japësh atit që të tregon ty që mund të ishe edhe i paaft si ai, mund të ishe ndryshe, mund të ishe me aftësi ndryshe nga ai. Pra, domethënë është një leksion shumë i madh, sepse ky është koncepti i sakrificës, që ti do ta kuptosh se çfarë do të sakrifikosh nga gjërat e tua. Se çfarë do sakrifikosh kohën, do sakrifikosh lirinë, do sakrifikosh një gjë që por vendos ti ama raportin e gjërave. Pra, kurbani nuk është thjesht një sakrificë për të prerë një kafshë për qinj. Edhe ideja që ai ka marrë fëmin intim, do të thotë që ti do të jesh gati të debatosh me gjërat më të rëndësishme të jetës tënde. Dhe duhet dish se çfarë është primare, këtë lesh edhe këtë marrësh në raportin më intim të gjërave. Jo se ajo që le ti, domethënë nuk vlen, por do të jesh ato që të bën ty të ndihesh më mirë. Domethënë sepse në fund fare. Dhe prandaj është fantastike kjo, domethënë siç na ka krijuar Zoti, domethënë me shenjë veçantë të gishtit, sepse ajo që të lumturon ty nuk lumturon dikë tjetër. Dhe ajo që të zemron ty nuk zemron dikë tjetër. Ndaj edhe duke kuptuar kështu është ajo këshilla që mos u merr me ato që ka lumturuar dikë tjetër, se ajo mund mos bënte për ty. Merr me ato që të bën ty të ndihesh mirë. Pra, ka këshilla pafund në çdo sekond kur e lexon, i rikthehesh dhe habitesh se si nuk e parë ca gjëra, po në fakt aty kanë qenë. Po s'ke pasur ti përvojën e dur për t'i lexuar. S'ke patur ti atë këndvështrimin, qetësinë, gjitha gjërat sepse duhet korrespondoj me jetën tonë, me përvojën tonë, me mënyrën se si shikojmë botën. Ngjarjet e profetëve kryesisht, por se edhe pothuajse çdo ngjarje në Kur'an është që besimtarët e mirë, profetët, raportet me të vërtetën e kanë patur, po themi, të pakushtëzuar. Është e vërtetë dhe nëse kjo është e vërtetë, ajo duhet ndjekur, ajo duhet zbatuar, duhet pasuar. Ndryshe nga që ndodh sot, agjëroj por nëse më bën mirë, agjëroj por nëse më dobëson, agjëroj por nëse kam përfitime. Nëse nuk është e tillë, është me pikpyetje. Pra raporti me të vërtetën, raporti me të drejtën, shpesh është me kushte. Shiko, unë si agim, domethënë ja heq drejtën vetes të gjykoj. Nuk shkoj fare tek raporti, sepse për sa kohë që mendoj që është Zoti ai që gjykon, domethënë ai di ai të vërtetat. Nuk
Nuk tentoj të marr. Shpesh për të gjykuar veten, jo për të bërë analizë të tjerë. Shpesh herë mund ta bëjmë, por ne, domethënë, shikoj zotit e dim shumë mirë që është mes zotit dhe robit dhe e di ai se kush është më afër. Mund dukemi ne, po mund mos jemi fare, mund të jetë më afër zotit një njerëz që nuk tregon fare asgjë nga këto. Edhe ngjarjet kuranore tregojnë këtë, shpesh shumë njerëz të thjesht kanë pasur peshë të mëdha tek Zoti. Shiko, me të drejtën, një nga lehtësitë më që kam marrë unë që se ndryshe do të ronditesha nga gabimet, nga ato që bëjmë, nga shumë gjëra që nuk i bëjmë mirë, është sepse përderisa në Kur'an thuhet që po të ishit popull që s'do gaboshit, ne dy shkatronim, do krijonim popull tjetër që do gabote dhe do kërkonte falje. Pra më ka lehtësuar mua, duke më thënë që s'ka nevojë ti të jesh i përsosur, nuk është detyrë jote me qenë i përsosur. Kam bërë engjëjt për këtë punë. Nuk je engjëll, je një njerëz i gabueshëm. Pra agjërimi nuk është i përpjekje për të arritur perfekten. Shiko, agjërimi është shpesh është një nevojë për Zotin, për të vërtetë më tepër se sa një përpjekje për të qenë për të arritur niveli perfekt. Ka provim. E para, për shembull, njerëzit në agjërim kuptojnë që çdo të rish pa ngrënë. Mund të kuptojnë një njerëz pa ngrënë. Duke u vetë përmbajtur, sepse nuk mund të reagojnë si çdo ditë tjetër, kuptojnë që kanë fuqi, por nuk kanë ditur ta lexojnë. Kanë fuqi të jenë të qetë, kanë fuqi mos shajnë, kanë fuqi mos përplasen, kanë fuqi të thonë fal, më shumë se sa çdo herë tjetër. Pra kuptojnë që ka qenë justifikim që unë jam kështu. Në fakt nuk e kanë përdorur, nuk e kanë praktikuar me vetveten që mund të jenë më të matur, mund të jenë më të qetë. Mund të jenë më meditues, domethënë në raportin kësaj. Për shembull, nuk është rasti që komplimenti që i bën meditimit Islami, sepse një njeri që mediton flet me veten, një njeri që flet me veten flet me të tjerët. Një njeri që flet me veten di se çfarë jep, di se çfarë merr. Domethënë, dhe për të kuptuar që kulturë, mbi fjala, nuk është dish 5 gjuhë tuaja, domethënë dhe dish, po dish kur flasësh, dish kur theshesh, dish çfarë japësh, dish çfarë marrësh, dish kur ta japësh, dish kur ta marrësh. Pra, sa delikate për shembull është raporti me tjetrin. Për shembull, ne kemi sot problem në raportin me të mirën. Edhe kur kthehesh në Islam, kupton që përderisa thotë që kur jepet djatha mos shikoj e majta, do të thotë se sa rëndësi ka dinjiteti i atij tjetrit kur ti vendos të bësh diçka për të. Nëse ti do ta poshtrosh dinjitetin e atij, më mëse bëj. Ka kosto shumë më të madhe se sa që ndihma që do i bësh. Nuk ka kuptim ta ndihmosh tjetrin ose të jesh krah tjetrit dhe mos i respektosh dinjitetin. Pra, çfarë bën Islami? Domethënë, pra, ti jep këtë lloj këshille që ti mate mirë, kur të bësh një të mirë, duhet dish se si të respektosh dinjitetin e atij tjetrit. Domethënë, pa e shpërfillur këtë gjë. Sa e rëndësishme është, sa pak veta kujdesen për këtë. Jemi përballë çdo ditë që, domethënë, kemi spektakël, po kemi shumë pak respekt për njerëzit. Ndoshta na mungon ajo që shpesh ju e përmendit edhe në rrjetet sociale, edhe në daljet publike, ju shpesh vini theksin tek dashuria për jetën, dashuria për familjen, për gjyshrit, për të shkuarën, për vendin, në një kohë ku më së paku flitet për dashuri. A duhet që të lutemi edhe për këtë dimension në këtë muaj Ramazanit? Padyshim. Shikoj, dashuria, domethënë, e mund botën, po të shikosh dhe Kur'anin. Në gjitha raportet, domethënë. Dashuria për familjen, për tjetrin, për veten, për gjitha, për këto, domethënë, mënyra se si duam na tregon ne se çfarë jemi. Por unë shpesh për shembull, edhe mbaj përgjegjës se nëse gabojnë fëmijët, përgjegjësia zakonisht është ne prindërve. Nuk kemi ditur ne të flasim atyre. Dhe unë shpesh u them që flitin për gjyshrit. Sepse çfarë janë gjyshrit? Na tregojnë ne se nga vim dhe ku shkojmë. Pra lidh dy botë. Dhe ne jemi përgjegjës, ne si prindër jemi përgjegjës midis prindërve tanë dhe fëmijëve tanë. I takon prindërve flasin për prindërit e tyre. Që fëmijët ta kenë amanet, që nesër të flasin fëmijëve të tyre për ta. Sepse kështu vijon bota, kështu ti merr traditën, kështu ke vazhdimsinë e madhe. Nëse ti nuk i flet mirë për gjyshrit, për kushërinë, nga të dy doj fëmija ato. Nga do mësohet me to. Flitin me dashuri, si doj tjetrin, si ta vlerësoj tjetrin. Sepse unë e them shpesh, nëse një fëmijë nuk kupton vllajin, motrën, kushërinë, komshiun, gocën e bangës, gocën e lagjes, çunën e lagjes, çunën e bangës, çfarë do dojnë jetë?
mënyra se si funksionojmë me tjerët jemi ne. Mënyra se si raportojmë me tjetrin jemi ne. Tjetri jemi ne. Nëse ne nuk kemi menduar kështu, atëherë asgjë nuk na bën ne të jemi ajo që duam të jemi. Ku do ta bëjmë? Robinson Crusoe ka dështuar, domethënë, si raport. Ekziston si libër pikërisht për këtë gjë që vetëm ti nuk ke pyetje, nuk ke pyetje për vetveten. Kur fillon me tjetrin ti ke pyetje. Kur ke tjetrin përballë ke pyetje. Kur ke tjetrin fillojnë nga pyetjet më elementare, do kuptohem, do kuptoj, do e vras, do mbrasi, do dashurohem, do më dashuroj, do të thënë, janë gjitha pyetjet që të bëjnë ty të qenë njëri. Me tjetrin fillojnë pyetjet. Pra si mund ta shpërfillim në tjetrin kur me tjetrin e marrim kuptim? Dhe raporti më i mirë me tjetrin shpesh është ta duash tjetrin, por edhe ke dashur veten, ke dashur botën ku ti do jetosh. Një ndër sfidat ti bësh gjërat me dashuri. Domethënë, nuk shkojmë dot te fjala ta duash. Do të thotë ti bësh gjërat me dashuri, pra ti duash gjërat që bën, se pastaj ajo tjetra vjen vet. Por gjërat që bëjmë do të ketë dashuri. Kjo është ajo që e mund pastaj çdo gjë rreth rrotull. Vetëm kjo e fiton botën. Një ndër po themi kështu sfidat ose betejat e tjera të Ramazanit të agjërimit shpesh është edhe paturpsia. Pra ne gjejmë citime profetike ku thuhet se nuk ka vlerë të qenërit i uritur apo i etur nëse nuk ke aftësi të përmbash fjalët e tua, veprimet e tua, inatin tënd, po themi fodullokun tënd. Duket sikur në këtë aspekt kemi shumë për të kuruar. Çfarë do na ndihmonte agjërimi në këtë dimension? Pra, domethënë e bëre pyetjen në fillim dhe dole në fund fare prapë te kjo gjë që çfarë kemi për të përmirësuar gjërat. Domethënë këtu besoj se kemi të gjithë, këtu jemi të mangut të gjithë. Këtu kemi mangësi, besoj, shumica e njerëzve, domethënë edhe se si ne do të rregullojmë këtë lloj marrëdhënie, domethënë që smira, inati, urrejtja, domethënë se ai që urren është ai që si thon filozofët që pi një gotë helm vetë dhe pret që të vdesë ai tjetri, domethënë. Pra si mund të jetosh me urrejtje, me smir, me inat, me këto, domethënë. Pra ky është një muj që të bën ty një thirrje shumë të madhe për të kuptuar që ktheu te dashuria gjërat. Ktheu për të kuptuar që tjetri nuk mund të jetë vetëm armik, por është mënyra më e mirë për të ecur përpara, domethënë për të rregulluar botën. Edhe veten, padyshim veten të parën, sepse një njeri që nuk tenton të rregullojë veten, nuk mund të rregullojë as tjerët. Një njeri që nuk do vetveten, nuk mund të dojë dot as tjerët. Edhe ne dim shumë mirë që një nga mëkatet e mëdha është të hysh vetes në hak. Ta lodhësh vetveten, ta torturosh vetveten, ta fajsosh vetveten për çdo gjë, domethënë dhe mos të shkosh tek pika e saj që ti duhet tregosh se çfarë je i aftë. Zoti të ka dhënë gjithë mundësitë për ta bërë këtë gjë. Pra është një thirrje jo vetëm për këta që bëjnë këtë gjë, por edhe ata që vetë fajsohen, që nuk gjejnë zgjidhjen për të kuptuar që Zoti i ka dhënë mundësinë që të ecin përpara dhe të shikojnë zgjidhjen. Në botë duket sikur nuk ka vetëm raport midis të mirës dhe të keqes, por se duket sikur një pjesë të madhe, ndoshta pjesë më të madhe e kota. Pra, ndoshta nuk është as e mira as e keqe, por është pa kuptim, është e kotë. Shka ndoshta rrjedhimisht pastaj është e dëmshme. Shohim hapësirat mediatike kryesisht. Shohim personazhe që kryesisht promovohen. Tingëllojnë të çuditshëm nëse i krahasojmë edhe me personazhe të ndryshme të letërsisë dhe me po themi akoma më tepër nëse i krahasojmë po themi pas edhe me personazhet kuranore. Pra, kemi një masë jo të vogël njerëzish që duket sikur nuk dinë çfarë bëjnë, duket sikur nuk dinë pse jetojnë dhe prodhojnë një stil jetese të absurdit. Shiko, e kota është një autostradë e sigurt me të dërguar tek jo e mira. Nuk po them tek keq, po te jo e mira, te jo e dobishmja, te jo e drejta. Sepse e kota, do të thënë, i hap rrugën të keqes. E kota i hap rrugën tash e them. E kota i hap rrugën voyeurizmit, do të jetosh me jetën e tjerëve. Pra të shikosh dhe të gërmosh te jeta e tjerëve. Ku të çon kjo? Brezëri është i ekspozuar më së tepër nga ky profil, po themi, i njeriu, nga ky profil edhe suksesi, i cili paraqitet shpesh. Nuk mund ta fajsojmë brezëri, domethënë. Duhet të fajsojmë vetveten, nëse ne nuk kemi ditë të themi gjërat atyre. Është kollaj ti fajsosh fëmijët. Unë mendoj që nuk do ta bëjmë këtë. Jo, ata janë viktimë në këtë rast, sepse nuk do ta bëjmë këtë. Nëse duam të fitojmë, nuk do ta bëjmë këtë gjë.
duhet të shikojmë drejt tyre me shumë dashuri. Duhet t'i shprehim shumë dashuri, duhet t'i shprehim shumë besim. Duhet t'i afrojmë, nuk është kollaj ti fajsosh të rinj, por cila është përgjegjësia? Është përgjegjësia jonë ndaj tyre. Nëse ne nuk i kemi thënë të vërtetat për veten, të vërtetat rreth rrotull, të vërtetat për, i gënjejmë për të shkumen, i gënjejmë për të ardhmen, i gënjejmë për miqt, i gënjejmë për armiqt, pastaj themi bëuni të mirë për këtë vend, bëuni të mirë për veten. Nëse ne nuk jemi të vërtetë me ta, nuk kemi pse t'i kërkojmë dhe nuk mund t'i kërkojmë që ta bëjnë atë siç e ndorrojmë ne. Ne duhet jemi të vërtetë me ta, pastaj mundet që të kërkojmë disa gjëra. Por përgjegjësia fillon me ne. Agi më falenderoj shumë për këtë bisedë, për këto reflektime, për atë që diskutuam këtu, po megjithatë mbi atë që ju shpesh e shprehni në rrjetet tuaja sociale edhe përmes botimeve dhe penës tuaj, publicistikës tuaj. Të falenderoj Ilir, domethënë besoj që fjala mbetet ajo e rëndësishme që ne nuk e shmangim dot dhe që përmes cilës mund të themi shumë gjëra. Dhe unë mendoj që Kurani është një libër që nga i cili mund nxjerrësh pafund gjëra që vlen për veten, pa dyshim, domethënë, por si muaj agjërimi mendoj që reflektimi ndaj asaj që nuk kemi bërë si duhet, domethënë që të kemi guximin të kërkojmë falje dikujt me cilët ne mendojmë që i kemi hyrë në hak, apo të kërkojmë falje sidomos atyre të cilët nuk i kemi shkuar dot si duhet, prindërve tanë, gjysha ato që i kanë, prindërit të afërmit, domethënë, sepse do kuptojnë që kur i kthehen drejt tyre, domethënë kuptojnë se çfarë kanë humbur duke mos i takuar, duke mos qenë pranë tyre. Falenderoj shumë. Kënaqësi. Ndërsa miq, këtu mbyllet takimin e sotëm, folëm për shumë gjëra, duket sikur fokusi i të gjithës ose ajo çka e mori të gjithë fokusin ishte dashuria, duhet i bëjmë gjërat me dashuri, duhet i duam dhe veçanërisht këtë dashuri dhe këtë optimizëm dhe këtë autostradë të dashurit të gjërave ose të bërit gjërat me dashuri, veçanërisht duhet t'i ofrojmë të rinjve, brezit të ri, i cili është më i rrezikuar se kur ndaj të kotës, ndaj të pakuptimshmes, po shpesh edhe ndaj të deformuarës dhe të shëmtuarës. Unë falenderoj që ishim sot së bashku, të jemi së bashku sërish nesër me një tjetër temë, me një tjetër të ftuar, deri atëherë kalosh sa mirë.